Demokratët nuk pritën çeljen zyrtare të fushatës për të shpallur reformat dhe as rezultatin e zgjedhjeve për miratimin e tyre, si për të thënë që kalimi nga një mandat në një tjetër nuk duhet të njohë lodhje. Kësaj here agjenda e fundit të legjislaturës e prishi traditën. Kur parlamenti shkon drejt mbylljes, puna në parlament ngadalsohet. Kësaj radhe po ndodhe kundërta. Në agjendën e parlamentit dhe në kalendarin e punës së Kuvendit të Shqipërisë ne kemi disa reforma shumë të guximshme, por që kanë në qendër dhe në fokus të tyre qytetarin shqiptar. Ne për asnjë qast nuk kemi larguar vëmendjen nga ai që është më i dobti, që ka më nevojë, që është më në vështirësi. Ne jemi ndryshimi përpara, sipas nënkryetares së Partisë Demokratike dhe kryeparlamentares Topalli, nuk do të thotë vetëm vazhdimsi. Agjenda e 4 viteve tashme është agjendë ambicioze, është agjendë e Shqipërisë së zhvilluar dhe e Shqipërisë europiane. Rroga arsimtare do shkojë në $700. Dhe kjo është një rrogë që ja ka përcjellë edhe vendeve anëtare të Bashkimit Evropian. Askush nuk besonte vite më përpara se Shqipëria do ishte anëtare e NATO-s. Ne ja kemi dalë. Pak besonin se për shqiptar do hiqeshin vizat. Ne ja kemi dalë. Kush mendonte se Shqipëri do kishte 10.000 kilometra? Ne i kemi bërë. Kush mendonte se Shqipëria do ishte digitalizuar në një kohë kaq të shkurtë? Ne ja kemi dalë, shqiptarët ja dalin. Janë punëtor, sakrifikojnë, bashkë me tonë majmë vullën e reformatorëve. Dhe këtu nuk ka asnjë kopim programi. Sa për çështjen e kopimit, nuk do doja t'i referohesha kopjes në dorën e kryetarit të opozicës. Mungesa e statusit të vendit kandidat për të tretën herë bën që mazhoranca të shkojë me një kost të drejtë zgjedhjeve, ndonë se synon ta shndërrojë në përfitim. Të jesh pengi një formaliteti, e quan zonja Topalli. Unë besoj se me 23 qershor shqiptarët do të votojnë me një avetdije të fortë shoqërore, duke menduar ku ishin dhe ku janë, dhe duke projektuar veten përpara me vetdije të thellë shoqërore, për gjithë ato që përpiqen që të ngrejnë mure të paqena të reja, një kombi që ka shembur mure që mendoshin se dikur ishte e vështirë që t'i rrëzoje. Dhe surpriza e zgjedhjeve do të vijë pikërisht nga Fieri. Fierakt kanë për t'i treguar të gjithë shqiptarëve. Nuk mund të përdorish Fierin si pretekst anti-europian. Dhe unë besoj se në frymin e kësaj do jenë shumica e shqiptarëve. Skeptikët flasin për konsumim të qeverisjes. Qeveritarët janë karikuar për mandatin e tretë. A është baza e demokratëve në këtë nivel besimi? Ato janë më të motivuarit dhe ato janë më të vërtetit. Është bërë një punë e madhe, por ne poaqimi të vetëdijshëm se shumë punë të tjera ne kemi përpara. Ky realitet, sipas zonjës Topalli, jep kuptim asaj çfarë sekretari amerikane e shtetit tha në parlamentin shqiptar. Ka thënë substancën e gjykimit për shqiptarët dhe Shqipërinë. Në frazën e saj lapidare. Nëse dëshironi të shikoni një demokraci në zhvillim, ejani dhe vizitoni Shqipërinë. Dhe kur e thot një sekretar e shteti, merret e mirëqen.